Prej disa ditësh në linjën e mesme po luftohet, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli vendosën që të bombardonin Iranin. Për të folur për këtë luftë, kam të ftuar në një lidhje direkt tek Kreshnik Osmanin, njohës shumë i mirë gjeopolitikës si dhe drejtuesi i Partisë Lëvizja Dheu. Gjithashtu Kreshnik Osmanin mund ta gjeni edhe në kanalin e tij në YouTube me emrin Kreshnik Osmani. Zoti Osmani, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju, Gurian, kënaqësia është e ime. Zoti Osmani, si e keni parë zhvillimet e luftës në linjën e mesme? Pyetja është e madhe, është pyetje sa gjithë lufta. Në fakt, lufta po hyn në ditën e saj të 12, po hyn në javën e dytë, pra po shkojmë drejt fundit të javës dytë dhe duket qartë që jemi në një konflikt i cili duket se ka dalë jashtë parashikimeve të dyja palëve. Ka dalë jashtë parashikimeve sepse mendohej që do të mbyllej më shpejt nga pala amerikane, mendohej se do të eliminoheshin të gjitha barrierat për që pengojnë rënien e regjimit në Iran në mënyrë të shpejtë dhe jemi në një moment ku po riformatohet bota, përplasja po bëhet në Iran. Përgjigjja e luftës së Iranit do t'jap shumë nga përgjigjet të cilat lidhen me të ardhmen e rendit të ri botëror, i cili po formohet. Bota e vjetër ka vdekur, po lind një botë e re, e kemi thënë këtë çdo ditë. Dhe lufta e Iranit, lufta e Ukrainës do të përcaktojnë atë që po ndodh. Duket qartësisht kemi një Rusi më agresive, e cila tashmë ka hyrë në lojë, fuqimisht me njoftimin që i bëri situatës vetëm përpara 48 orëve që tha ne kemi pritur që Irani ta kërkoj mbështetjen tonë dhe ta kërkoj hyrjen tonë në këtë luftë. Kinezët po rrinë pak më të tërhequr, por që qartësisht i kanë shenjat e tyre të gishtërive në luftën e Iranit. Pentagoni, CIA, Shtëpia e Bardhë, sipas njoftimeve të shtypit amerikan, sipas The Wall Street Journal, sipas të gjitha mediave amerikane, njoftime nga Shtëpia e Bardhë, duket qartë tashmë se këshilltarët e presidentit Trump, krye komandanti i forcave të armatosura generali Chen dhe të tjerë këshilltarë të rëndësishëm të presidentit Donald Trump e kanë këshilluar për së dyti në ditën e 10 dhe të 11 të luftës, e kanë këshilluar që të gjejë një mënyrë të japë fund kësaj lufte, sepse do të jetë shumë e rrezikshme të shkojmë përpara dhe të shkojmë në një përplasje e cila do t'i kushtojë Amerikës dhe botës shumë. Një, për arsye të krizës energjetike, dy, për arsye të shkatërimit të marrëdhënieve dhe të besueshmërisë së amerikanëve me miqtë dhe me aleatët e tyre strategjik të vendeve të gjirit, dhe e treta se Amerika tashmë është ngritur në këmbë dhe ka njoftuar se kjo nuk është luftë e Amerikës, por është një luftë e Izraelit, është një luftë e Benjamin Netanyahus, tek e cila ai ka tërhequr dinakrisht presidentin Trump. Nesër Netanyahu do ta marketoj si një triumf dhe një fitore të tij goditjen e Khameneit, vrasjen e tij, shkatërimin e Iranit, por Donald Trump nuk do të gjejë se ku ta shes si një triumf ndaj miqtë e tij, aleatët e tij të afërt, Pentagoni dhe shumë prej këshilltarëve të tij po i thonë presidentit Donald Trump që ai të tërhiqet. Nafta ka shkatëruar, ka kaluar çdo lloj logjike, fluturoi në 115 deri në $119, por ishte po deklarata e presidentit Trump, ajo e cila e riktheu në $80 të paktën në këto momente, kur tha se ne e kemi fituar tashmë luftën ndaj Iranit, kemi shkatëruar dy breza të leadershipit të Iranit, kemi shkatëruar infrastrukturën e tyre, kemi shkatëruar flotën e tyre, por tashmë është lufta për ishullin e Kargjit. Ishulli i Kargjit është një ishull i cili sipas njoftimit të britanikës The Guardian, presidenti Donald Trump ka njoftuar prej vitit 1988, kur ai ishte vetëm biznesmen, nuk ishte projekt për presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prej atëherë ai ka dhënë një intervistë për The Guardian, të cilën The Guardian e rikthen sot, se ai ka patur në synim dhe ka njoftuar se për të pushtuar Iranit duhet të kontrollojmë ishullin e Kargjit, atje ku po bëhet një betejë sot për ta marrë.
dhe është pika nevralgjike e cila qarkullon 90% të naftës së Iranit, që është e barabartë me diku tek 960 deri 980 milion fuqi naftë në vit. Tashmë Lindsey Graham, një nga skifterët e luftës, i ka thënë presidentit Trump të vazhdoj me çdo çmim dhe me çdo kusht ta shpartallojë dhe ta marrë në kontroll të paktën ishullin e Karxhit dhe jo vetëm Iranin, sepse duke kontrolluar naftën e Venezuelës dhe naftën e Iranit, Amerika do të kontrollojë 30-40% të naftës së botës dhe kjo do t'i japë një epërsi strategjike të fortë. Nuk e di se sa mund të flas, se mund të përfundoj deri nesër, nëse ke ndonjë pyetje më specifike, ma bëj, sepse unë po ma dhe kohën, unë mbaroj nesër mëngjes. Për atë që është duke ndodhur. Zoti Osmani, më specifike është, ai kishte menduar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli që Irani do të rezistonte kaq gjatë, pasur parasysh dhe mobilizimin që bën dy vendet më të fuqishme, le të themi ushtarakisht. Pa diskutim që e kanë patur parasysh. Sepse amerikanët nuk hynë në luftë me bigjoz. Amerikanët nuk janë bigjozgji. Amerika është institucion. Amerika ka 50 lloje gardhesh që kalojnë për të marrë vendime strategjike. Amerika nuk është presidenti i Amerikës. Amerika ka CIA, ka Pentagon, ka siguri kombëtare, ka general, ka këshilltar, ka FBI, ka zyra, ka think tanke, ka institucione politike, mblidhen të gjitha, analizohen dhe merret vendimi. Amerika is not gambling. Amerikanët nuk po bëjnë gambling, nuk po bëjnë bigjoz, nuk po luajnë kazino. Donald Trump prishi lojën në kuptimin që thyu rregullat sepse kishte një presion. Presioni ishte Netanyahu. Amerikanët kishin në tryezën e tyre një raport nga Pentagoni, nga generali Chen dhe nga CIA dhe nga shumë zyra të tjera, ndoshta jo e gjithë CIA, por një pjesë e saj, dhe kishin raportin e tryezë që i thanë nuk duhet të shkojmë në këtë luftë me Iranin, nuk është lufta jonë, nuk është ky momenti, nuk rrëzohet Irani. Irani nuk është Irak, Irani nuk është Afganistan, Irani nuk është Saddam Husseini, është diçka shumë e komplikuar. Irani ka 100 milion banor gati, është kontinent, është sipërfaqe, ka 5000 vjet, nuk ka asnjë perandori që ta ketë fundos Iranin. Amerikanët e dinë këtë, e dinë se çfarë gjeografie ka. Me bombardime mund të bombardojnë pafundësisht. E kanë shpartalluar Iranin, po e kanë shpartalluar. E kanë kthy 40 vite prapa, po e kanë kthy edhe 400 vite prapa, mund të themi. Sanksionet do ta dërmojnë, por me bombardime nga ajri Irani nuk rrëzohet. Presidenti Trump mendoi se do të ndiqte skenarin e Venezuelës. Do të rrëzojnë kokën dhe do të vazhdojë regjimi në mënyrën siç është, me një ajatullah i cili do të luante rolin e Nancy Rodriguez që luajti në Venezuela. Kjo nuk ndodhi në Iran, sepse ai që erdhi pas Khameneit ishte djali i tij, Mojtaba Khamenei, i cili është i linjës më agresive dhe më të ashpër se saj. Ndaj, jo se nuk i bëri Trump llogarit mirë, as se si bëri Amerika. Amerika i kishte bërë llogarit në mënyrë perfekte. Presidenti Trump me skifterët e luftës përdorën autoritetin e tyre për ta dërguar Amerikën në një luftë që s'është luftë e saj. Kaq e thjeshtë është. Amerika duhet të jetë e fortë, sepse një botë pa Amerikën do të jetë një botë shumë e shëmtuar. Jo sepse Amerika është ëngjëll, as se Amerika është ëngjëlli i planetit që shpërndan liri dhe demokraci. Këto janë pralla që i tregojnë lëpirësit dhe servilët e ambasadave këtu në Tiranë dhe në të gjithë rajonin. Janë këta lëpirësit dhe servilët të cilët për të ruajtur dhe për të bërë karrierë bëjnë deklarata humoristike. Sigurisht Amerika nuk është vend bamirësie. Amerika është një biznes i madh, kanë thënë politologët më të mëdhenj të planetit. Amerika nuk është një shtet, Amerika është një biznes i madh. Por unë mendoj si një shtetas i një shteti ku Amerika ka kontribute për ekzistencën e tij, për një vend që Amerika i ka çliruar Kosovën. Unë mendoj që bota do të jetë shumë e shëmtuar pa Amerikën, derisa ne të marrim vesh cila është alternativa e qytetërimeve alternative. Ne nuk jemi rusofob, ne nuk jemi kinezofob, ne nuk jemi lindjefob.
Ne besojmë se gjithë qytetërimi njerëzor ka kontributet e veta në këtë qytetërim të botës. Ne nuk kemi fobi nga askush, por ne e njohim ofertën amerikane. Duam të njohim ofertën e qytetërimeve të tjera, ku po na çon Rama me gjithë shokët e tij në opozit këtu, po përgatiten të hidhen në boshte të tjera. Ne si shtetas shqiptar, si politikan, si parti politike, ne kemi drejt shohim ofertën. Kush është oferta e lindjes? Kush është rendi ndërkombëtar që do të zëvendësojë Amerikën? Kush është ai rend i ri botror i cili do të zëvendësojë Washingtonin? Duam të dim ofertën. Nuk guxon njëri të na çojë diku pa na tregu ofertën. Ne nuk dim asgjë. Dim vetëm që Edi Rama dhe Belinda Balluku, bashkë me shokët e tyre në opozit, donin të ekzekutonin portin e Durrësit, donin të hipnin atë një kuti e shkrepse, donin të bënin një kuti shkrepse, ndërkohë që porti i Durrësit do të jetë Rotterdami i Ballkanit. Amerikanët i çuan email, i futën një grusht poshtë stomakut dhe i thanë stop tenderit. Ai doli u rebelua dhe tha, jo, tha, ne do ta ndalojmë, sepse un kam plan C dhe kam plan D, doli sot u anullu tenderi. Pse? Sepse nga porti i Rotterdamit që do të jetë porti i Durrësit, kalaja më e madhe e Shqipërisë strategjike në zemër të Adriatikut, donin ta bënin kuti shkrepse që të mos rivalizonin portet e Salonikut edhe të Pireut dhe të caktojnë lojën e Beogradit këtu në Tiranë. Kjo sa i përket Shqipërisë. Sa i përket lojës në Amerikë dhe në Iran, se degët na marrin, na çojnë në Amerikë dhe mua më dhem dhëmballa këtu në Ballkan dhe në Shqipëri, çfarë po ndodh? Sepse unë e shoh gjithmonë Ballkanin dhe Shqipërinë në ndritën e këtyre zhvillimeve që ju sapo thatë. Prandaj u thash, Amerika ishte në një luftë që nuk ishte luftë e tyre. I kishin bërë llogaritmë, thatë ju, apo jo amerikanët. I kishin bërë shumë mirë. Por presidenti Donald Trump kishte një llogari jo të tillën, sepse po shërbimet amerikane njoftuan mediat pranë tyre, unë i di kush janë, nuk mund t'i them të gjitha, mediat e shërbimeve amerikane njoftuan se më 28 shkurtin e 2025-s, Bibi Netanyahu e ka marrë në telefon Donald Trumpin dhe i ka thënë, ne jemi të informuar, më 27 shkurt më falni. Se mëngjesin e 28 shkurtit ka nis bombardim. Më 27 shkurt nuk po e thot Kreshniku se do na sulmojnë ke komentet e YouTube-it, do të na thonë ku i di ky të gjitha këto. Po e thon ata. Unë i referohem mediave amerikane të cilat janë pranë shërbimeve amerikane. Më 27 shkurt të 2025-s, Benjamin Netanyahu ka marrë në telefon Trumpin dhe i ka thënë Mossadi i Izraelit ka informacione që nesër bëhet mbledhja e Khameneit, nuk ke rast më të mirë për t'i bombarduar nesër. Trump shkoi në luftë, bombardoi me një të goditur, sepse ishin spionët brenda. Eliminoi Khamenein, por nuk ndolli skenari i Venezuelës, sepse Khamenei kishte përgatitur vdekjen e tij përpara se të largohej dhe kishte vendosur se si do të vazhdonte drejtimi. Ndaj drejtimi vazhdon sot në pushtetin e absolut dhe në dirigjimin e Ali Larijanit, që e la me gojë Khamenei përpara se të largohej dhe vazhdon pushtetin nga djali i tij Mojtaba Khamenei, i cili mendohet që është plagosur dhe ka shpëtuar dhe është dëmtuar rënd, por është ende gjallë dhe që do të jetë në një linjë më radikale se sa babai i tij. Zoti Osmani, a ishte strategji e dur e Iranit që duke mos pasur mundësi që të kundërpërgjigjej mjaftueshëm ndaj Shtetit Bashkuar Amerikës dhe Izraelit, filloi të sulmonte fqinjet për ta bërë lindjen e mesme të pasigurt dhe t'i bënte presion Shtetit Bashkuar Amerikës? Strategjia e Iranit ishte luajtja me kartën e fundit. Irani nuk kishte më asgjë për të humbur dhe iranianët u thanë amerikanëve, o do jetojmë të gjithë në paqë, arab edhe pers, ose do ta hedh në erë të gjithë rajonin po vdiqa unë. Pra, loja e shkatrimit masiv. Irani i goditi dhe është i patolerueshëm goditja e Iranit dhe bombardimi i Iranit ndaj Arabisë Saudite, ndaj Katarit, ndaj Omanit, që ka qenë dera më e sigurt, ndërmjetësi më i sigurt, më kredibël. Bujarisht është hap dera e Omanit për të gjitha negociatat dhe
bisedimet iranianëve me amerikanët dhe me izraelitët në mënyrë indirekte. Katari ka bërë një punë madhështore në këtë drejtim, në drejtimin e krijimit të gjitha mundësive të mundshme për të shkuar dhe për të gjetur një derë që të eliminojmë luftën. E megjithatë u godit edhe Katari, edhe Arabia Saudite. Arabia Saudite ka qenë në afrimitet të pazakont me Iranin ditët e fundit. Shkoi goditi Aramkon, shkoi goditi rafinerit, shkoi goditi ambasadat. Cila ishte strategjia e Iranit? Doli më pas presidenti Pezeshkian dhe tha, ju kërkojmë ndjes, por ne jemi të detyruar që të mbrojmë vendin ton, sepse bazat amerikane po na godasin nga toka juaj. Në fakt ata nuk goditën vetëm bazat amerikane, goditën civilët, goditën Emiratet Arabe, goditën Bahreinin, goditën Dubain, Abu Dhabin, aeroportin e kështu me radhë. Cila ishte strategjia e iranianëve? Strategjia e iranianëve ishte le të humbasim për pak momente fqinjet tanë arab me të cilët duhet të kemi komshillëk të mirë, pavarësisht se ata janë alat strategjik të Amerikës, do t'i godasim miqtë tanë në mënyrë që të krijojmë dy impulse të fuqishme të ekuilibrit gjeopolitik rajonal. Duke i goditur Iranin, Arabinë Saudite, Kuvajtin, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin dhe Omanin, ata gjuajnë shumë zogj me një gur. Një, detyrojnë arabët që të bëjnë presion masiv ndaj amerikanëve, se në rast se Amerika do të godas Iranin nga tokat e tyre, ata do të paguajnë faturën për luftën e Izraelit. Lufta është e Izraelit, nuk është arabëve. E dyta, që është shumë e rëndësishme, arabët kanë shpëtuar tashmë, nuk besojnë më ke historia që e gogolit iranian. Arabët janë bërë më të mëndshur. Arabët dhe turqit e kanë kuptuar që strategjia e gogolit iranian nuk funksionon më. Nuk ka më gogol iranian, din vetë ata të merren vesh me Iranin tashmë. Dhe strategjia e Iranit ishte ose bëjni presion amerikanëve që të ndalin luftën, ose do të shkatërrohemi të gjithë. Arabët po luajnë me kujdes dhe janë në pozicion shumë të vështirë, sepse nuk heqin dorë nga Amerika dhe Amerika nuk heq dorë prej tyre, sepse arabët do të thotë petrodollari, marrëveshja 72-shit, kur nafta u lidh me dollarin, dollari u lidh me naftën. Amerikanët morën vendimin që dollari të shkëputet nga floriri dhe të lidhet me naftën. Shkatrimi, goditja e infrastrukturës naftës, e Aramkos, e burimeve të naftës në gjirin persik, është shkatrim për vetë Amerikën. Është si të gjuash te këmba jote me pistolet. Është vetvrasje. Irani i përdori këto dy karta për të bërë pikërisht këtë presion. Një, ne jemi miq me vendet arabe dhe duam të jetojmë. Dy, për të destabilizuar marrëdhënien strategjike ndërmjet arabëve dhe SBA-ve, sepse arabët nisën t'i thonë amerikanëve ne kemi ngelur zbuluar, kush do t'i mbrojë tokat tona. Amerikanët nuk kishin më patriotë dhe THAAD dhe sistemet radarëve shumë u goditën. Shkuan t'i marrin Korenë e Jugut, shkuan t'i marrin Japoni. Emiratet e Bashkuara Arabe e blen sistemin THAAD dhe Patriot nga Giorgia Meloni, nga 1.2 miliard, u ashiti Giorgia Meloni për 2.7 miliard, atë që bënte 1.2 miliard, sepse i tha jemi në kohëra lufte, do të paguani më shumë. Dhe strategjia e Iranit ishte pikërisht kjo, të merrte, të godiste stabilitetin e aleancës ndërmjet arabëve dhe Amerikës, një, duke i thënë atyre ose bëni presion ta mbyllim luftën ose do digjeni të gjithë, dhe e dyta për t'i treguar arabëve që amerikanët mund t'ju lënë zbuluar në momentet tuaja më të vështira dhe ja ku nuk po ju përgjigjen tani që ju jeni në rrezik. Kjo lloj dyshe i bëri arabët që tregohen shumë të matur dhe shumë të kujdesshëm, qoftë në reagim me aleatët e tyre strategjik amerikan, por qoftë edhe në reagim me Teheranin zyrtar. Por të gjithë bashkë tashmë kanë kuptuar një lojë që kanë një target të përbashkët. Benjamin Netanyahu, që donte t'i gëlltisë të gjithë me planin për Izraelin e madh dhe Izraelin biblik. Plan i cili ka hedhur në luftë dhe ka hedhur në erë ekuilibrat gjeopolitik lindjes mesme dhe përrjedhoi
rrezikon të hedhë në erë të gjithë botën dhe ta çojë atë në fazën e tretë të rrezikshme të luftës botërore, që është përpallja direkte mes Amerikës, Kinës dhe Rusisë. Si e shikoni fundin e kësaj lufte dhe a do jetë një luftë që do zgjas në kohë apo besoj që mund të mbyllet së shpejti? Kemi dy skenar. Skenari i parë që presidenti Donald Trump të dalë pak nga pak dhe të thotë ne i kryem objektivat tona në Iran, e shpartalluam Iranin, e vram liderin, shkatruam flotën, shkatruam fabrikat e raketave balestike, e kthemi kthyer Iranin në epokën e gurit, kthehet në me triumf në Washington dhe shkon drejt zgjedhjeve të midtermit në nëntor. Duke e shitur si fitore çfarë ka ndodhur deri tani dhe të shkojmë në një fazë tjetër të sanksioneve të ashpra ndaj regjimit të Iranit dhe në një përplasje me milicit shiite në rajon. Ky është opsioni i parë. Opsioni i dytë, që është më pak i mundshëm, por që nuk është i pamundur, është eskalimi dhe rrafshimi dhe goditja me armë strategjike të Iranit për të detyruar me çdo çmim rrëzimin e regjimit të Iranit. Unë e përjashtoj këtë si mundësi, sepse prapa Iranit është edhe Kina, edhe Rusia, dhe ata janë shumë të lumtur që Amerika të ketë një hemoragji në tokën e Iranit. Ndaj, Amerika po e kupton kurthin që është ngritur në luftën ndaj Iranit. A do të tërhiqet Trump apo jo? Kjo varet nga llogaritë që i bën ai, një me lobin izraelit, dy në marrëdhëniet e drejtë për drejta me Netanyahu, dhe tre, a do të vendosë ai ta bëj American great again apo do të bëj Izraelin great again? Ky është një vendim që e merr presidenti Donald Trump. Ka pasur një editorial të përbashkët të Vučić dhe zotit Rama lidhur me integrimin e Serbisë dhe Shqipërisë. Si u duket ky bashkëpunim me presidentin e Serbisë në një kohë që në Hagë ish komandantët e ushtrisë ligjtare të Kosovës rrezikojnë të dënohen pikërisht për, po themi, dëshirën e Serbisë? Pikërisht kjo mënyra se si e ndërtuat pyetjen është pyetje retorike, e ka përgjigjen brenda. Në të njëjtën kohë kur Edi Rama bën patriotin që do të shpëtojë Hashim Thaqin bashkë me Ali Ahmetin, bashkë me Vjosa Osmanin, u mblodhën të gjithë bashkë kokat e kombit dhe pretenduan se duan të shpëtojnë UÇK-n dhe Hashim Thaqin për t'ia kthyer Albinit, për të rrëzuar Albinin në Kosovë. E morën dhe Vjosën, e bën triangulon Shqipëri, Shkup, Tetov, Prishtinë, Rama Ali Ahmeti, Vjosa Osmani, për të ndërtuar establishmentin e ri këtu në Ballkan, lojën me Vučićin. Dhe nga ana tjetër i thot kosovarëve mu më qa barku për UÇK-n dhe për Kosovën. Kjo është hipokrizia e madhe e Edi Ramës, të cilën një pjesë e madhe e njerëzve nuk e kuptojnë sepse nuk duan, një pjesë tjetër nuk e kupton sepse janë të liq si ai. Edi Rama e ka ofertën të qartë. Ju a thash pak më sipër. Edi Rama ka ofertën e Beogradit për të shpartalluar të gjitha fuqitë strategjike të Shqipërisë dhe të shqiptarëve për llogari të botës serbe, të cilën e ka projektuar Aleksandar Vulin, njeriu i Rusisë tek qeveria e Aleksandar Vučićit, nxënësit të Slobodan Miloševićit. Kaq e thjeshtë është. Oferta e tij ishte për Gjermaninë armike, që ai e quan armike, ka dalë në mbledhjen e Partisë Socialiste, në mbledhjen e Rilindjes, u ka thënë kemi një armik të madh, Gjermaninë dhe aleatët e saj. Gjermania është Amerika e Europës, ju duhet ta dini këtë. Besoj. Dhe Austria, këto janë miqtë shqiptarë, gjermanët dhe austriakët. Edhe amerikanët në 1990-ën, konferencën e paqes ndaluan zhdukjen e Shqipërisë. Këta Rama i shpalli armiq. Ka marrë Aleksandar Vučićin, i cili do të bëj botën serbe në Ballkan, ka ndërtu edhe aleancën me Ali Ahmetin, me Vjosa Osmanin për të shkatruar Albinin në Kosovë. Unë do ta shoh Albinin se çfarë do të bëj. Sigurisht ne do ta ndjekim edhe Albinin. Por goditja që bën Rama është goditja që po përgatit kundër Gjermanisë.
sepse Gjermania ka dosje shumë të nxehta të Edi Ramës dhe të familjarëve të tij. Dhe Edi Rama e di se sa të rrezikshme janë materialet që kanë shërbimet gjermane për Edi Rama. Sigurisht ai ka tentuar ta banalizojë lojën dhe ka thënë se armiqtë tanë gjerman kanë ardhur dhe po më sulmojnë mua dhe qeverinë time sepse ne nuk u dham atyre një llokëm nga porti i Durrësit. Por ky është një mashtrim i pastër, sepse portin e Durrësit donte t'ja jepte Belinda Balluku dhe Piro Vëngu dhe Piro Peleshi, Niko Peleshi, miqve të tyre në mënyrë që mos kishte rivalitet ndaj porteve të tjera strategjike të Ballkanit dhe të Mesdheut, siç është porti i Selanikut dhe ai i Pireut. Amerikanët erdhën, i gjuajtën një grusht poshtë brezit 2 ditë më parë, ja publikuan emailin edhe në mediat e Tiranës dhe i dërguan email, tërhiqu nga tenderi, anullo tenderin e datës 9. Pse? Sepse porti i Durrësit është kuti shkrepseje, porti i Durrësit duhet të jetë Rotterdami i Ballkanit. Rama ka vetëm një shpëtim, që t'i vi shpëtimi nga Beogradi, sepse Beogradi themeloi partinë e paraarzëve të Ramës në 1945. Ishte Beogradi që e patin në kujdes gjatë gjithë këtyre 80 viteve. Dhe Rama kthehet natyrshëm tek habitati i tij gjeopolitik, bashkë me mediat e Tiranës, me prime time-in, me analizën, me të gjitha studiot, 99% e tyre janë agresivisht lojtarë të Beogradit, me gjithë analistët, tentojnë të bëjnë lojën e fundit të shpëtimit të tyre. Oferta e tij për Gjermaninë, me shkrimin që bëri me Vučićin në Frankfurt Allgemeine Zeitung, ishte një ofertë për Europën dhe për Amerikën e vjetër, që unë me Vučićin e kontrollojmë Ballkanin dhe do të vendosim ne si ndahet loja e Ballkanit. Dhe kur themi do të vendosim ne, duke paraqitur në atë shkrim të Vučićit dhe të Edi Ramës, gjetjen e një rrugë dytësore për një integrim të nivelit të dytë të shqiptarëve në Bashkimin Evropian në këto kohëra krizash, ka vetëm një qëllim: ekzekutimin e Kosovës, lënien e saj në duart të Serbisë dhe dorëzimin e Shqipërisë dhe të kartave të tyre gjeopolitike në duart e Beogradit dhe në duart e planit të Aleksandr Vulinit për Serbinë e Madhe, për ushtrimin e hegemonisë serbe në Ballkan. Kjo ishte oferta e Ramës. Oferta e Ramës ishte: unë jam Beogradi i Ballkanit dhe bashkë me Vučićin ne jemi lojtarët të cilët nuk ka fuqi njeri të na sfidojnë. Jemi bashkë, o qëndrojmë bashkë, ose do largohemi bashkë. Dhe ata do të largohen të dy bashkë me Vučićin. Sepse janë të dy armiqtë e kombit serb dhe të kombit shqiptar, pengues të narrativës gjeostrategjike të Ballkanit dhe shkatrues të interesave të popujve të tyre. Zoti Osmani, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit ju, kënaqësia ishte e mia. Ju përshëndes.